Interesi për blerjen e banesave në qytetin e Korçës mbetet I pranishëm, veçanërisht në zonat të zhvilluara dhe pranë qendrës së qytetit. Agjentët e pasurive të paluajtshme shprehen se zonat më të kërkuara nga qytetarët janë ato pranë qendrës, si dhe lagjet që ofrojnë infrastrukturë më të mirë, akses në shërbime dhe hapësira më të përshtatshme për familjet. Shikoj një kërkesë pothuajse në rritje për shkak të krijimit të familjeve të reja. Kërkesa më e lartë vazhdon të qëndrojë sa më afër qendrës, më afër institucioneve, shkollave, e cila ju ofron njerëzve më shumë komoditet në jetën e tyre. Fillojmë nga 900 euro metri katror deri në 1200, 1300. Për sa I përket preferencave, një pjesë e mirë e qytetarëve po orientohen drejt apartamenteve të reja, të cilat ofrojnë standarde më bashkëkohore ndërtimi, izolim më të mirë dhe hapësira më funksionale. Kërkesa më e lartë është për apartamentet e reja, për shkak të kushteve më të mira, standardeve bashkëkohore. Është rritur kërkesa për blerje me kredi për shkak të ardhurave të njerëzve, pasi nuk mund ta përballojnë dot të gjithë çmimin e apartamentit total. Megjithatë, nuk mungon interesi dhe për banesat ekzistuese, veçanërisht në zona tradicionale të qytetit, ku çmimet shpesh janë më të përballueshme. Megjithatë, edhe kërkesa për apartamentet ekzistuese qëndron për shkak të çmimit që është pak më I ulët. Mundësitë financiare të njerëzve bëjnë që kërkesat të vazhdojë akoma edhe tek apartamentet ekzistuese. Ndërkohë, në tregun e pasurive të paluajtshme, vjet re dhe interes nga emigrantët apo qytetarët që jetojnë jashtë vendit. Shumë prej tyre zgjedhin të investojnë në Korçë, duke bler apartamente për pushime, për të kaluar një pjesë të vitit në qytetin e lindjes, apo edhe si një investim afatgjatë.